Zoti deputet, mirëmbrëma. Mirëmbrëma ju. Atëherë sot ishit në një mbledhje të rëndësishme në bashki për problemet e ujit pishëm. Çfarë u vendos në atë mbledhje? Po, sot kishim një takim të zgjeruar së bashku me kryetarin e bashkisë, me drejtorin e rajonal të ujësillësit, me përfaqësuesin e policisë së shtetit në Malsinë e Madhe, me përgjegjësat e njësive administrative, si dhe me të tjerë antar të komunitetit ku diskutuam për problematikat e fundit të furnizimit me ujë të Malsisë Madhe. Dhe çfarë vendoset për ta përmirësuar këtë situatë? U njohem me problemet, u njohem me të metat në organizimin e punës dhe në kontrollin e ndërhyrjeve të paligjshme, të cilat e shtojnë edhe më tepër mungesën e furnizimit me ujë. Dhe çfarë masash konkrete të po merrni ju që ta përmirësoni këtë situatë, ose ta ndryshoni këtë situatë që ndodhemi sot? Patjetër vendosëm bashkërisht që të ngrejmë një grup të zgjeruar task force, i cili do të merret me monitorimin, evidentimin dhe ndërprerjen e ndërhyrjeve të paligjshme, të cilat kanë vite që janë në linjat e ujësillësit të Malsisë Madhe. Vendos që në këtë task force ta kryesoj drejtoria rajonale, bashkë me specialistët të cilët do të bëjnë ndërhyrjen, evidentimin dhe ndërhyrjen në terren, të mbështetur me kryepleqt e fshatrave, si dhe me një forcë policore, me një patrullë policore e cila do t'i mbështesë këta në rastet kur do të ketë kundërshtime apo probleme gjatë zbatimit të ndërprerjes së paligjshme. Po fillimisht do të operoni fillimisht me forcë apo do t'i lëni një afat të gjithëve që t'i presin vetë lidhjet e paligjshme? Gjej rastin që t'ju kërkoj atyre të cilëve e kanë shkelur ligjin duke ndërhyrë në furnizimin me ujë të popullsisë Malsisë Madhe, që t'i ndërpresin vetë ato ndërhyrje të paligjshme. Është momenti, është koha e drejta. Paktën për këtë periudhë. E drejta nuk është vetëm një periudhë. Mendoj që duhet të jetë task forca, duhet të ketë shtrirje gjithvjetore. Duhet që çdo qytetar të furnizohet me ujë të pishëm dhe ndërhyrjet e paligjshme e cenojnë në rënd shpërndarjen e drejtë të ujit për banorët e Malsisë Madhe. Çfarë shpresoni ju nga kjo task force? Shpresoj shumë që në ditën vijim do të kemi ndryshim, do të kemi më tepër kapacitete në furnizimin me ujë të pishëm. Besoj se qytetarët, të cilët, siç thash, për arsye të ndryshme e kanë shkelur ligjin duke ndërhyrë në rrjet, do t'i mbyllin vetë dhe do të kemi një përmirësim të shpejtë në shpërndarjen e drejtë të ujit për gjithë banorët e Malsisë Madhe. Zoti deputet, apo shihni në mundësi alternative për sigurimin e ujit pishëm Malsi, pasi dhe burimi i rrjollit është i vetëm dhe në ajo që shohim për ditë më shumë po paksohen rezervat atje? Furnizimi me ujë të pishëm në Malsinë e Madhe ka qenë një problematik, është një problem i vjetër në Malsi, ku ndërhyrjet kanë bërë punën e vet, ndërhyrjet e paligjshme, por edhe rënjet e burimit bazë, që është burimi i rrjollit. Vepramarrjes ka rënje të vazhdueshme, ndryshimet klimatike kanë bërë vetën, kemi më pak ujë, por kemi më shumë kërkesa pasi, siç e dini, kontratat e reja, ndërtimet e reja duan më shumë sasi ujë të pishëm, dhe mendoj dhe specialistët mendojnë që burimi i rrjollit nuk është i mjaftueshëm për ta furnizuar 100% Malsinë e Madhe me ujë të pishëm. Prandaj janë bërë studime dhe aktualisht është miratuar një fond i cili po merret me studimin dhe me testimin, me analizat e burimeve të tjera alternative në Malsinë e Madhe. Ne në Malsi kemi shumë burime ujore, liqenore dhe nëntoksore, me të cilat po merret një grup projektimi dhe studimi, të cilët e kanë bërë planin dhe shumë shpejt do të kaloj për miratim dhe alokim i fondeve për ndërtimin e burimeve të tjera ujore, qoftë me shpim apo me burime nëntoksore. Mendoj shumë shpejt do të mbyllet edhe projektimi i këtyre vepra ujore dhe pastaj do ndjekim procedurën, do t'i çojmë në qeveri dhe qeveria t'i maratoj fondet dhe besoj që shumë shpejt do të futemi në zgjidhjen përfundimtare të problemit të furnizimit të qytetarëve të Malsisë Madhe me ujë të pishëm. Atëherë pas këtij lajmi të mirë, zoti deputet, faleminderit.
Faleminderit ju, natën e mirë.